sepse kërkesa për një parti tjetër politike është shpesh artikuluar në studio tjera nga analist që thojnë nga kjo protest duhet të dalë një forcë tjetër politike. Unë besoj që Shqipërisë nuk i kanë munguar partitë politike. Ajo çfarë i ka munguar është llogaridhania dhe deficiti ndaj proceseve demokratike. Kjo protest në maksimumin e saj, unë besoj që duhet të nxjerrë përmes një platforme individ që mund të marrin përsipër drejtimin e një qeverie teknike dhe qeveria teknike pastaj të mandatohet për të siguruar dhe garantuar procese demokratike dhe shkojmë aty ku vendi ka mund. E dini pse, sepse më ka bërë shumë përshtypje, unë kam ndjekur rrjetet sociale absolutisht dhe kam parë shumë emra që janë propozuar, qoftë për të folur, qoftë për të drejtuar protestën, tani për qeverinë teknike nuk e di, keni ju emra për shumë në diaspor, cilat janë emrat cilat përfliten që janë emrat guximshëm që ju të donit apo e shiknit veten të përfaqësuar, nëse mund ta them kështu? Unë besoj, shoqëria jonë, sepse ne e konsiderojmë si shoqëri që arsimi dhe edukimi është një prej portave që garanton begatin personale dhe familjare. Duke qenë ky mendësia që ka shoqëria shqiptare, unë besoj që atë dheu jonë ka mjaft njerëz, individ të aftë brenda dhe jashtë atë dheut. Ka emra plot, emra kanë qarkulluar gjithandaj. Unë besoj që mënyra më e ndershme do ishte që të krijojmë një platformë dhe ta krijojmë shumë shpejt ku mundemi të hedhim të gjithë, të kontribuojmë gjithë me emra dhe në mënyrë shumë të shpejt të nxjerrim ato emra që vetë njerëzit besojnë që mund ta marrin, drejtimin e qeverisë teknike, sepse në këtë mënyrë ne fillojmë dhe formalizojmë. Po 120 deputetë ku t'i çojmë? Atëherë, pyetja e thjesht që bëhet, nuk bien deputetë, nuk bien qeveria. Prandaj e di pse po pyes, sepse pati një diskutim edhe për shpërbërjen e kuvendit. Parlamentit, po. Në Francë ka një shprehje. Jo, prandaj po pyes, edhe dua të kuptoj pak edhe qasën që kanë emigrantët diaspora që vjen nga jashtë. Në Francë ka një shprehje që thonë, shpesh ligjet në Francë bëhen në rrugë. E kanë konsideruar agora, pra demokraci të drejtë për drejtë. Atë sheshin aty, edhe prandaj bëra edhe pyetjen për deputetët për ta bërë ndoshta qartë për ata cilët po na ndjekin që mos kish kuptojnë edhe pyetjen time. Ne natyrisht do kthehemi të një sistem normal. Demokracia është një prej sistem, nga gjitha sistemet është sistemi, më i preferuar për shtete normale, por në këtë kohë që jemi ne, pra ajo çfarë kemi lënë mes në vitin 1991 duhet ta realizojmë patjetër në 2026. Kjo protest duhet të nxjerrë me patjetër një grup që mundet me u mandatu me marrë me qeveri teknike në mënyrë që të realizojmë proceset demokratike. Tani, vim të pjesa teknike, deputetëve se parlamenti do jetë aty. Pra si që thash, në Francë ka një shprehje që thotë, shpesh ligjet bëhen në rrugë. Nëse do kemi nesër një qeveri teknike dhe do na duhen për forcë që të aplikojmë dhe të shkojmë përmes ndryshimeve kushtetuese që kërkojnë votimin në parlament, atëherë këto protestues do të vinë edhe te parlamenti. Atë ditën që bëjnë votime do rrethojnë parlamentin, se kështu ndodh në Francë. Kështu ndodh në shumë vende të tjera, ku publiku, shoqëritë, kërkojnë ndryshime më të fortë. Pra, është e domosdoshme që ndryshimet në Shqipëri të vinë dhe proceset demokratike. Është i vetmi vend në gjithë Evropën lindore dhe jug lindor në postkomunizëm që ne akoma jemi në tranzicion. Nuk ka ndodhur. Do ktheheshe në Shqipëri në rast se do ndodhte gjitha kjo që sapo është kthyer. Une jam këtu jo për ambicie personale, jam këtu për me dhanë kontributin, ashtu si unë dhe shumë të tjerë. Dhe do doni që dhe diaspora të përfaqësohej në politikë? Absolutisht, unë besoj që gjysa Shqipërisë jeton në diasporë. Ne kemi individ të jashtëzakonshëm në fushat ndryshme që janë zgjedhur me ardhmë kthy dhe me kontribu për qeverinë teknike. Apo dhe më gjatë, por qeveria teknike masë duhet të mandatohen në këtë kondita që ato individ që marrin pjesë në qeveri teknike mos kenë të drejtë të përfshihen në jetën politike për 5 vite, që ta dinë që procesi përfshirja tyre është nobel për të realizuar fisnik, absolutisht për të realizuar proceset demokratike. Pra ne mund të thëmë sa të duhen, mund të flasim çfarë të duhem tjetër. Ne jemi koshient që modeli që kemi e ka lënë Shqipërinë në këtë pikë ku jemi sot dhe njerëzit kanë dalë aty me protestu që me realizu proceset demokratike. Zgjidhje tjetër nuk ka. Hajde, dëgjojmë pak sekonda çfarë po ndodh aty, se pash dhe ty mues Flakadan.